Përshëndetje, tema e sotme në letërsi, Pjetër Bogdani dhe vepra e tij. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi diskuton në grup duke dhënë dhe marrë informacion mbi temën. Përshkruan momentet kyç të jetës së Bogdanit duke veçuar veprat kryesore. Analizon strukturën dhe tematikën e veprës. Argumenton kulturën poetike dhe mjeshtrinë e të shkruarit të Bogdanit duke ilustruar me vargje. Diskuton rreth vlerave dhe vendit që zë Bogdani në historinë e letërsisë shqipe. Pjetër Bogdani është shkrimtari i fundit dhe origjinal në letërsinë e hershme të shqiptarëve. Ai lindi në Gur të Hasit afër Prizrenit. Ishte shkrimtar dhe poet i periudhës së dytë të letërsisë së vjetër shqipe. Studimet e larta i kreu në Kolegjin e Loretos në Itali. Në vitin 1650 u shugurua meshtar në Bazilikën e Loretos. Në pranverën e vitit 1651 mori doktoratën në teologji. Pas një qëndrimi prej rreth 9 vitesh në Itali, ai u kthye në atë dhe. Në 1656 u emërua i peshkëve i Shkodrës, ku shërbeu për 21 vite. Në 1677 u vendos në drejtimin e arqipeshkëvisë së Shkupit. Në vitin 1671 u emërua gjithashtu administrator i arqipeshkëvisë së Tivarit. 3 vitet e fundit të jetës i kaloi duke përhapur idenë e një qendrese të armatosur kundër ushtrisë osmane, kjo sidomos në viteset e Kosovës së sotme. Qeta e profetëve është vepra e parë e rëndësishme në prozë e shkruar drejt për së drejti në gjuhën shqipe. Qeta e profetëve është e para vepër origjinale në gjuhën shqipe. Ajo u botua në 1685 në Padovë, u rishtyp në 1691 dhe 1702 në Venedik. Vepra padyshim është një gur i rëndësishëm në themelin e gjuhës së sotme shqipe. Qeta e profetëve u botua në 2 gjuhë, në 2 shtylla, shqip dhe italisht, pasi censura e Vatikanit kërkonte përkthimin e saj në italisht për të kontrolluar përmbajtjen. Struktura e veprës. Vepra përbohet nga 2 vëllime. Vëllimi i parë titullohet Qeta e profetëve dhe flet për krijimin e botës, jetën e profetëve, jetën e sibilave që ishin profetesha romake dhe pagane. Ky vëllim është shkruar në formën e një traktati filozofik e teologjik me argumente e citime autorësh antik dhe mesjetar. Vëllimi i dytë mbi jetën e Jezu Krishtit, shpëtimtarit të botës, tregon për jetën e Krishtit, vdekjen dhe ringjalljen e tij, bomat e tij. Ky vëllim i afrohet trajtës së tregimit në prozë. Poetika e Bogdanit. Poezitë e tij ndahen në poezi të krijimit, poezi sibiliane, poezi të kushtimit. Poezia e krijimit paraqet dramën fillestare të krijimit të botës nëpërmjet dheut, detit, qiellit e zjarrit. Kënga e sibilave vjen si kënga e muzave pagane për ardhjen e Krishtit, shpëtimtarit të botës. Këto këngë mesdhetare dalin si motërzimi muzave antike. Karakteristikat të poezisë sibiliane. Së pari, figurat biblike të mbështetura në doktrinën biblike. Së dyti, figurat origjinale poetike, kryesisht krahasimi që mbështetet në mjedisin konkret. Disa vargje nga poezia e Bogdanit. Vajtoj unë e mira një të madhe gjam, se njëri vjen ndër njerëz dekatar, sion se pa shtriku mal Prizrend maj nalti. Veçori të poezisë së Bogdanit. Përmes ndjeshmërisë së autorit, teksti merr trajta lirike e dramatike njëherësh, duke arritur në disa raste një harmoni të vërtet poetike e dramatike. Disa vargje të tilla: Vajza Meri, e bukura më fort se zan, djalin Jezu kërthi mbaj ngryke ndor. Themeli i poezisë së Bogdanit bëhet kalimin nga ideja fetare në rrafshin e idesa dhetare. Sibilat emërtohen me emra vendesh të njohura shqiptare, si Hasianja, Prizrenjania, Shkodrania, Shkupjania, Lezhjania, Zadrimorja, Kosovarja e tjerë. Poezit e kushtimit. Në këto poezi himnizohet Prizreni, heroizmi dhe figura e Skënderbeut, natyra shqiptare dhe figurat mitologjike autentike. Disa vargje të tilla: Duel ngurit bukuria, zana si një sot e nalt, që s'kish mbrenda Veneqia të pashtrikut muart nalt. Mendimet e thella, gjuha dhe stili shqip
e bëjnë Bogdanin autorin më të rëndësishëm për kohën dhe veprën e tij një nga monumentet më të mëdha të kulturës së shkrimit shqip. Metrika e poezisë së Bogdanit. Ndryshe nga Budi, Bogdani që kishte kryer studimet e larta përdor vargjet e modeleve të letërsive të zhvilluara, si 11 rrokshi të organizuara kryesisht në monokolon. Detyra për diskutim, ushtrimet A, B dhe C në faqen 185. Studim të mbar, miru dëgjofshim.